Allahu i madhërisëm është meritor për çdo lëvdat dhe lavdërim. Ai e meriton çdo hamd, falënderimi për shkak të mirësive të pafundshme që na i ka dhënë në jetën e kësaj bote. Ai e do atë njeri i cili qoftë nëse ha një kafshat apo pi pak ujë, thot elhamdulillah. Ne kur nuk mundemi ta falënderojmë atë siç e meriton ai, nga se çdo falënderim është mirësi prej tij, i cili kërkon falënderim tjetër. Allahu e ka përmendur hamdin në më shumë se 40 vende në Kur'an. Allahu Kur'anin fisnik e ka filluar me fjalën elhamdulillah. Ai thot: çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve. Po ashtu me të i ka filluar edhe disa sure tjera të Kur'anit famëlar. Krijimin e tij Allahu e ka filluar me hamd. Ai thot: qoftë lavdëruar Allahu që krijoi qiejt dhe tokën dhe bëri errësirën dhe dritën. Dhe do të përmbyll krijimin me hamd. Ai thot: do t'i shohësh engjëjt të tubuar rreth thronit, duke lavdëruar me falënderim Zotin e tyre. Njerëzimi do të gjikohet me drejtësi dhe të gjithë do të thonë: falënderimi qoftë për Allahun, Zotin e botëve. Çfarë thot Muhamedi alayhis salam për hamdin, falënderimin? Pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam është ai i cili do ta mbartë flamurin e hamdit në ditën e gjykimit. Ai ka thënë: unë do të jem zotëria i bijve të Ademit në ditën e gjykimit dhe nuk lavdërohem për këtë. Në dorën time do të jetë flamuri i hamdit dhe nuk lavdërohem për këtë. Nuk ka asnjë pejgamber atë ditë, veçse do të jetë nën flamurin tim. Unë do të jem i pari që do të ndërmjetësoj dhe i pari që do t'i pranohet ndërmjetësimi dhe nuk lavdërohem për këtë. Përderisa ai ishte krijesa që e lavdëroi dhe e falënderoi në mënyrën më të plotë Allahun, atëherë Allahu do t'ja jap flamurin e hamdit në atë ditë. Nën të do të mblidhen dhe qëndrojnë të gjithë ata që e kanë bërë hamd Allahun. Pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam gjithashtu thot: të parët që do të thirren për të hyrë në xhennet janë ata që e kanë bërë hamd Allahun shumë. Janë ata që e bëjnë hamd atë kur janë në gëzim dhe në fatkeqësi e sprovë. Gjithashtu ai thot: dhikri më i mirë është la ilaha illallah dhe lutja më e vlefshme është fjala elhamdulillah. Pejgamberi alayhis salam gjithashtu ka thënë: fjala elhamdulillah e mbush peshorën e veprave të mira ditën e gjykimit, ndërsa fjala subhanallah walhamdulillah mbush hapësirën mes qiellit dhe tokës. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: sa herë që Allahu ja jep robit të tij një mirësi dhe ai thot elhamdulillah, ajo që e ka dhënë falënderimi është më e mirë se sa ajo që e ka marrë, mirësia. Të qenit mirënjohës e falënderues ndaj Allahut për mirësitë e tij. Kjo është detyrë për çdo musliman. Kur ne veprojmë kështu, kjo është rrugë përmes së cilës ato mirësi do të vazhdojnë, nuk ndërpriten dhe do të shtohen. Kushdo që nuk e falënderon Allahun për mirësitë e tij, kjo është shkak që ato të largohen prej tij. Dietarët e mëhershëm kanë thënë: çdo falënderim sado i pakt që është çmim për dhuntinë e mirësitë e Allahut që t'i ka dhënë. Sado të shumta që janë ato. Nëse njeriu nuk e falënderon Allahun, ai i ka ekspozuar mirësitë e tij para shkatrimit. Disa të tjerë kanë thënë: falënderimi është litar i cili lidh dhe i mban mirësitë që ke, dhe është litar me të cilin i gjahton mirësitë që nuk i ke. Disa të tjerë kanë thënë: mohimi i mirësive të Allahut i shkatëron ato dhe kjo është rrugë që të ikim prej teje.